Kryetarët e bashkive të Pustecit, Resnjës dhe Prespës greke, që lagen nga ujërat e liçenit të Prespës, janë takuar në Goric, ku qëllim kryesor ka qenë turizmi rajonal. Pali Kolevski, kryetari i Bashkisë Pustec, tha se takimet të tilla i shërbejnë turizmit dhe rrisin ditët e qëndrimit në këto tre bashki. Thelbi i gjithë këtij bashkëpunimi është zhvillimi i turizmit për të tre bashkitë. Edhe mendoj që një paketë më e madhe e gjithë liçenit të Prespës ose gjithë këtij pellgu ujor është një paketë shumë më e vlefshme dhe më të rëndësishme për çdo turist. Edhe synimi tonë është që ne ta zgjerojmë këtë bashkëpunim, qoftë edhe me hapjen e liçenit në kuptimin që turistët që janë në Greqi të vinë këtu. Në të njëjtën linjë kanë qenë kryetarët e bashkive fqinje të Resnjës dhe Prespës greke, të cilët kanë shkuar më tej kur thanë se këto bashki po hyjnë në BE para Maqedonisë dhe Shqipërisë, pasi do të kërkohet lëvizje lirë për turistët në ujërat e këtij liçeni. Ky është moment i rëndësishëm pasi për herë të parë takohemi si tre kryetarë të tre bashkive për të bërë një histori suksesi turistike, të rritim nivelin e rajonit dhe rrisim ditët e qëndrimit për turistët. Duam të heqim kufirin liçen, duam të futemi në BE para vendeve tona, sepse ky është qëllimi, lëvizja e lirë e turistëve. Kemi nisur procedurat për bashkëpunim sepse kemi të njëjtin vizion për turizmin. Është rrugë e gjatë, por kemi bërë hapa të rëndësishëm. Duam ta bëjmë Prespën një destinacion të vetëm, të jetë turizëm unik dhe i përbashkët. Në Bashkinë Pustec, vitet e fundit ka patur një rritje të numrit turistëve vendase tuaj, të cilët kanë zgjatur ditët e tyre të qëndrimit. Nga ana tjetër, operatorët turistik të kësaj bashkie kanë shtuar kapacitetet akomoduese, si dhe baret e restorantet, pothuajse në të gjitha fshatrat e parkut kombëtar të Prespës.